Karagjoz. Janë që të dy Karagjoz, Karavide. Janë të pa moral, të pa cip. Me këtë allë. Përse i bëjnë? Ku që tregojnë ato një? Dhe pse bëjnë media? Ajo është një propagandë që bëse cilin krahas ti, që shiko se unë ja het këti, unë ja hodha, ai ma hodhi, që janë këto më. A mund t'jenë burra shtetin këta? A mund t'jenë burra serios këta? A mund të drejtojnë shtetin këta mori? Shikoni apo si shikoni? Po i shikoni mori shqiptar, o shqiptar. A i shikoni këta Karagjoz që po tallen me ju dhe me familje tuaj dhe me fëmijët tuaj? A mendoni në këtë rast se Lulzim Basha po ndihmon Edi Ramën dhe nga ana tjetër Edi Rama mund të jap një dorë Lulzim Bashës për të dalë deputet në Tiranë? Absolutisht po. Dhe kjo e mendoj dhe e besoj për arsye sepse këtë e bëri Lulzim Basha në 2017, kur vajti në maj të 2017, kur vajti dhe ju fal Edi Ramës për të bashkëqeverisur gjasme. Se mos kujto se ka moral ai Lulzim Basha në politikë. Asis këta që lëpien kështu s'kan moral. Burri njerë jep dorëheqje, njerë lind, njerë vdes. Po këta lëpien ditë për ditë dhe drithen si në përka në shkop, vetëm që të hypin në pushtet se duan tendera, duan para, duan të hanë. Ku do hanë? S'kan ku hanë. Zoti Islami, sa gjasa ka që të ketë qeveri teknike para zgjedhjeve, gjë që mund t'i pamundsoj ato dhe a do të godas spak si Edi Ramën ashtu dhe Sali Berishën? Unë besoj në deklaratën e misionarit amerikan që qeveria teknike do bëhet para zgjedhjeve. Dhe jo më larg se të premten që kaloi, zotëria deklaroi dhe tha maksimumi deri në 15 prill do bëhet qeveria teknike dhe zgjedhje nuk do ketë dhe do përgatitet vendi me kushtetutë të re, me sistem politiko-shoqëror të ri, të ndryshëm nga ky, pra me republikë presidenciale, jo parlamentare. Unë këto i besoj. I besoj sepse zotëria flet në emër të Amerikës. Tani sa do realizohen, nuk e di. Për të pritur jemi në pritje që të gjithë. Durimi po i kalon kufit. Do bëhet sot, do bëhet nesër. Për 2 orë, për 3 ditë, për 5 ditë, për një javë, me orë. Ku janë ditët? Dhe për ato kam pretendimet e mia. Se tani ke ditë për ditë që puna thua me ditë. Bjeri, ha bëj. Në qoftë se ke mundësi ti bësh. Ose thuaj si bëj dot për XY arsye. Se flet në emër të Amerikës, nuk flet në emër të tij. Donald Trump së shpejti pritet të rikthej edhe syt nga rajoni i Ballkanit ku mund të merret posaçërisht me politikanët e korruptuar. Ju si mendoni, a do të hapet dosja me Gonigal që dyshohet si i përfshirë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama? Dosja me Gonigal është e hapur në Amerikë, zotëri. Dhe Edi Rama nuk është përfshirë akoma për arsye se është në pushtet. Nuk është marrë në pyetje. Por Edi Rama, në bazë të deklarimeve që bën misionari shqiptaro-amerikan, Edi Rama është person non grata në Amerikë, nuk e avar me njeri, nuk e pret njeri, si kundër shikoni dhe kërkon me çdo kusht që të smangi Amerikën nga Shqipëria dhe nga Ballkani Perëndimor. Dhe po t'i veni re, në çdo deklaratë të tillë thot do shkojmë në Bashkimin Evropian, do nëmri dhe një mandat tjetër se do të çojë në BE, tallet. Karagjoz. Tamam Karagjoz. Tallet me shqiptarët. Dhe shqiptarët e besojnë. Unë nuk e besoj kur dhe nuk dua kurrën e kurrës që të vemi në BE. Kurrën e kurrës. Se është ajo Evropë që na ka tradisi kokosh një tel Shqipëri. Unë besoj vetëm te Amerika dhe Amerika do t'i bëj ato që ka thënë. Vonë apo shpejt nuk e di, por besoj që do t'i bëj. A besoni se kryeministri Edi Rama, nëse fiton zgjedhjet, do të arrijë të anëtarësojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 dhe shqiptarët, siç premton ai, do të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian? Dikur thoshim kur ishim të vegjël që po të kalosh Ylberin, bëhesh nga djalë bëhesh vajzë, ose nga vajzë bëhesh djalë. Kur të kaloj Ylberin Edi Rama mund ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Po tani për tani jo, se zgjedhjet nuk do bëhen. Nuk ndohen. Dhe nuk e lë Amerika Shqipërinë ta komandojë prap Anglia dhe Franca dhe Gjermania. Jo.
Franca dhe Anglia nuk do kenë më fare të bëjnë me Shqipërinë. Më fare se ata dy shtete që ja kanë bërë grop në Shqipërisë. Kështu që ajo punë është prerë, ai kostum është gati për të veshur nga shqiptarët. Ne do bëhemi shtet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por në kushte pavarësie. Zoti Islami, dhe i pyetja e fundit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar punën e SPAK-ut, po ndërkohë ka evidentuar gjithashtu si sukses edhe goditjen ndaj Sali Berishës, i cili u shpall non grata. A mendoni se SBA do të ketë njëjtën qasje kundrejt SPAK-ut duke mbështetur atë dhe se nuk do të arrijë kurrë asnjëherë që të marrë vendim për t'i hequr non gratën Sali Berishës? Njëherë që të hiqet non grata Sali Berishës, shanset janë zero. E para, e dyta, unë nëse më dëgjon njëri ose ka ndonjë njëri që më dëgjon që mund i bëj zëri im në vesh Amerikës, është që të nxjisë SPAK-un të merret dhe të filloj urgjentisht arrestimet. Tani situata është gati, deputetët janë pa imunitet, kriminalët janë pa imunitet, hajdutët janë pa imunitet, nuk e kuptoj çfarë pengon që të fillojnë arrestimet. Përse? Tallë me neve, tani o tallë me neve, ose nëse nuk tallë me neve, atëherë duhet të fillojnë urgjentisht arrestimet. Atëherë populli shqiptar do bëhet 100% i bindur, sepse ne jemi 97% mbështetës të Amerikës. Tani këta bandit, këta agent të Moskës edhe të Beogradit e të Athinës, këta e bën popullin shqiptar që të urrej Amerikën. E kuptoni çfarë dëmi kanë bërë Amerikës këta? Këta duhet të shkojnë në litar të tërë. Kështu. Dhe nga duhet nisin këto arrestime sipas jush? Nga këta deputetët me radhë, nga Ballukja, nga Taulanti, nga ajo Spiropalja, nga të tërë ata që ka përmendur misionari amerikan. Të bëhet e qeveria teknike dhe ditën e nesërme që do bëhet qeveria teknike, do vej Edi Rama me duar të lidhura në burg. Ky është projekti dhe plani amerikan. Kjo është në mënyrë të përsëritur, shqiptarët mund ta shikojnë Shpresa TV në YouTube ditë për ditë dhe do të shikojnë këto deklarata të cilave unë u referohem dhe i besoj po e theksoj që do bëhen. Tani çështje kohe, kjo koha na mërzit, se presim po për të bërë do bëhen. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.